Shëndrit, thash pse s'po i bjen, ja ke frikën Rogertit, me i thonë Rogert, mos ndërhyj, pse ndërhyjnë të situata tyne, se këta dy e ka pas lojnë e tyne, edhe që se dojnë me s'qajnë unë a gjo ullën dhe s'qarojnë vetë, ka nevoj për një njës, as për Rogertit, as për ty, dhe ti the, mu nuk pëlqej. E kush do ta kishte mendu që gara për në finale është kush i ka ra më shumë Rogertit. Pra tashi Brikena dhe Shëndriti janë në garë se kush i ka rënë më shumë Rogertit o vlla. Po tash aty në shtëpi gjithë i kanë rënë gjithëve. Kurse këta dy tash i zihen se kush i ka rënë më shumë Rogertit. Kjo tregon që për këta brenda, pavarësisht se nuk e pohojnë, nuk e thonë, nuk e demonstrojnë, ndërreshta dhe ja si del fiton e pandërgjeshmja, tregon që Rogerti është personi kyç që duhet i bish sa më fort që të ka mundësisht kapësh një vend finale, se kështu po bi, kështu po del, domethënë. Unë mendoj se në këtë ditë fundit këta do ta shijojnë çik më tepër, nuk kanë nevojë mirakull kujt. Nuk kanë nevojë miras kujt, thjesht ta shijojnë, të bëjnë ato sfidat, të bëjnë ato lojrat, qeshin sa më shumë me njëri tjetrin, po edhe në debat ta bëjnë, po s'ka nevojë mirak dikujt, dhe nuk është gara për t'i rënë kush i bjen dikujt më shumë se tjetri që të kapësh finalen. Nuk është kjo gara. Janë ditët e fundit, shijojeni mor miq, shijojeni.